Keni tension të lartë. Me këtë recetë do të ulni tensionin në pak sekonda. Ja si ta përgatisni. Presioni i lartë i gjakut dhe problemet me nivelin e lartë të kolesterolit dhe dy probleme shëndetësore që prekin më në masë njerëzit janë edhe ato të kolesterolit dhe problemet e shëndetit të zemrës. Ato, siç është për shembull problemi i hipertensionit, mund të mbahen nën kontroll në kushte shtëpie për të parandaluar komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Me këtë recetë natyrale të përgatitur në kushte shtëpie mund të arrini të stabilizoni më mirë luhatjet e papritura të hipertensionit. Rekomandohet të konsumohet për 7 ditë me radhë dhe efektet do të jenë të menjëhershme. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj pije të thjeshtë dhe efektive janë këto: një copë xhenxhefil, një thelpi hudhër, një lugë gjedhe uthull molle, një lugë çaji me mjaltë, një lugë gjedhe me lëng limoni. Dhe përfitimet që do të keni prej kësaj recete do të jenë fantastike në menaxhimin e problemeve të hipertensionit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: qironi xhenxhefilin dhe hudhrën dhe më pas përbërësit e qiruar i vendosni menjëherë në blender. Më pas në të shtoni edhe uthullin e mollës, mjaltin, gjithashtu edhe lëngun e limonit. I lini në blender të qëndrojë në për të paktën 30 sekonda të përgatitura. Hidheni përzierjen e përgatitur më pas në një enë ose në një gotë dhe mbani atë në frigorifer për të paktën 30 minuta, deri në 5 ditë, dhe kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme në menaxhimin e situatave tuaja, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Rekomandohet që të konsumohet të paktën një lugë gjedhe nga kjo përzierje çdo mëngjes me stomakun bosh dhe një lugë gjedhe në mbrëmje para se të flini gjumë. Mund të përdorni këtë për 7 ditë me radhë dhe nuk duhet të konsumoni më shumë se 3 lugë në ditë nga kjo përbërje. Kështu mund të kthehet në një aleate të vërtetë të shëndetit kundër problemeve të hipertensionit. Ajo çfarë mjekët këshillojnë për të parandaluar hipertensionin është të reduktoni konsumin e kripës. Një dietë e pasur me fruta dhe perime, për më tepër rekomandohet plotësisht në vaktet tuaja me drithra, peshk, shpend, arra, bishtaja, bulmet me pak yndyrë. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë produktet më të mira ushqyese të cilat mund t'i shtoni fare lehtë në dietën tuaj ditore për të menaxhuar më mirë problemet e hipertensionit dhe për të sjellë gjithashtu një mbajtje më efikase nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Si fillim në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu perimet jeshile. Kripa arrit vëllimin e gjakut dhe presionin në arteriet tuaja, të cilat gjithashtu bëjnë që presioni juaj të rritet pa kontroll. Pasuroni dietën tuaj gjithashtu me zarzavate, gjethe, siç janë spinaqi, brokoli, gjithashtu edhe lakra jeshile, të cilat janë shumë të pasura me nivele të mira të kaliumit. Ky mineral ndihmon në largimin e sasive të natriumit nga trupi përmes urinimit dhe relakson kështu edhe muret e enëve tuaja të gjakut. Sipas ekspertëve të Healthline, ju rekomandohet të konsumoni të paktën 3 deri në 6 filxhan me perime të pagatuara në dietën tuaj ditore. Kështu përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre do të luajnë një rol fantastik në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit tuaj në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Në dietën tuaj për një menaxhim më të mirë të këtyre komplikacioneve mund të shtoni gjithashtu edhe frutat e pyllit. Pigmentet që ju japin ngjyrën e tyre janë gjithashtu edhe elementët të antioциaninës, përbërësit natyral të cilët i bëjnë enët e tuaja të gjakut të jenë më fleksible për të ulur presionin e gjakut dhe për të përmirësuar më mirë shëndetin tuaj. Rekomandohet të shtoni të paktën 2 deri në 3 filxhan fruta të freskëta në dietën tuaj ditore dhe përfitimet që do të merrni do të jetë një menaxhim më i mirë i problemeve të hipertensionit. Kosi gjithashtu është një produkt ushqyes shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në menun tuaj ditore dhe të ndihmojë në menaxhimin e problemeve që shkakton hipertensioni.
Kalciumi është elementi kyç i cili normalizon presionin tuaj të gjakut, ndihmon enët tuaja të gjakut të shtrëngohen dhe të relaksohen atëherë kur duhet. Kosi me pak yndyrë, në mënyrë të mirë, mund të shtojë kalciumi në dietën tuaj pa sheqer të shtuar ose yndyrna të shtuara, dhe rezultatet që do t'jap do t'jenë fantastike në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një person që shtoni vazhdimisht produkte të duhura në dietën tuaj, mos nguroni që të shtoni gjithashtu edhe peshkun e yndyrshëm. Një tjetër burim i mirë i kalciumit gjithashtu është edhe peshku, si salmoni dhe sardelet. Peshqit e yndyrshëm, siç janë për shembull skumbria dhe sardelet, janë të pasura me element të yndyrnave omega 3, acide yndyrore të cilat do të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe do të ndihmojnë zemrën tuaj të punojë si duhet, dhe mbi të gjitha të parandalojë edhe komplikacionet e saj. Rekomandohet që të konsumoni të paktën 180 gram peshk një herë në 3 ditë, dhe kështu do të merrni përfitime të duhura në menaxhimin e këtyre komplikacioneve, citonel thyroid. Edhe farat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund t'i konsumoni pa problem në dietën tuaj. Shtoni farat e pakripura në dietën tuaj, siç janë për shembull farat e kungullit, të lirit, në sallata, në kos ose në bollgur, për të ndihmuar në uljen e presionit të lartë të gjakut. Farat janë një burim shumë i mirë i mineraleve jetike, siç janë për shembull magnezi, i cili ndihmon gjithashtu në uljen e presionit të lartë të gjakut dhe relaksimin më të mirë të enëve tuaja të gjakut. Përzgjidhni produktet e duhura ushqyese dhe do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatat tuaja kritike dhe mbi të gjitha të ndihmoni organizmin tuaj të qëndrojë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur kundër këtyre efekteve anësore. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm që mund të shtohet pa problem në dietën tuaj, sidomos, është edhe tërshëra. Ky drith i plot i shëndetshëm mund të jetë i ngopshëm dhe ulët në sasitë e natriumit. Është gjithashtu i pasur plot me elemente të fibrës, të cilët ndihmojnë të mbani nën kontroll peshën tuaj të presionit dhe gjithashtu edhe të relaksoni enët tuaja të gjakut. Rekomandohen të paktën 3 deri në 4 filxhan drithra integrale për të përmirësuar situatat tuaja kritike dhe për të ndihmuar organizmin të qëndrojë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm mund të jetë gjithashtu edhe konsumi i panxarit të kuq. Një studim ka treguar se të konsumoni 2 gota me përmbajtje të panxarit ose me lëngun e tij, të kombinuar me lëngmolle, mund të ulin kështu presionin e lartë të gjakut dhe të përmirësojnë situatat tuaja kritike. Panxari i gatuar me zarzavate, të cilat përmbajnë shumë kalium, mund të ndihmojë në menaxhimin e situatës suaj kundër problemeve të hipertensionit dhe të jetë gjithashtu një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre shqetësimeve. Hudhra gjithashtu është një përzgjedhje shumë efikase që mund të luajë një rol pozitiv në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Hudhrat mund të shtojnë shije në pjatat tuaja dhe mund t'japin gjithashtu edhe receta të rekomanduara ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët shtojnë vazhdimisht produktet e duhura ushqyese si një prej përzgjedhjeve më të mira në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Sa më të relaksuara të jenë enët tuaja të gjakut, aq më shumë përfitime do të keni në menaxhimin e luhatjeve të hipertensionit. Gjithashtu, zemra juaj do të punojë më mirë dhe do të ketë gjithashtu një mundësi për të menaxhuar luhatjet e hipertensionit. Edhe fistikët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe të ngadalësojë gjithashtu ndikime negative të tyre në shëndetin tuaj. Shega është një tjetër produkt ushqyes që mund të ndihmojë në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe të relaksojë gjendjen tuaj, duke ju ndihmuar të keni një organizëm më të shëndetshëm, më të fortë dhe pa probleme që ndikojnë në përkeçimin e situatave tuaja kritike. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.